Më thonë prej Ministrisë së Ekonomisë deri te qeveria e Ministria e Brendshme jenë mobilizu që përmes ZRE-s mja rujt fitimin kecit në dëm të interesit qytetarëve. Sot kanë ardhur 30-40 polic, pa kur farë sensi, ndaj 10-15 qytetarëve që protestojnë. Ju kemi thonë edhe dje, me 5 prill është një protestat dhe aksionet e radhës do të organizohen, që mos me leju këtë shtrejtim, se kjo është barë e rënë për secilin qytetar. Qëllimi jonë nuk është me kry kur farë akte agresioni, nuk e di qëta që kanë menu që po bëjmë në akt terrorist, na jem të i shfrytzu të drejtat tona demokratike për me dalë edhe me protestu. Kur do në mja mbrojt interesin ketësit, edhe i qetë 30 policë, edhe dela i kryeshefi ZRE-s të gjeni rrymën ma lirë, edhe ministja Rizvanulli thot duhet me shtrajtu se i kena do hesape, kjo nuk ka kur farë sensi çfarë të ndodhë në këtë shtetin tonë.